Tash që të bësh investigime është stres, siç e the edhe vetë. Po. Sa e vështirë është dalësh në rregull nga çdo kështu investigim, valla, të kesh kry punë pa e kthy kokën mbrapa. Pa e kthy kokën mbrapa si? Të më dhe mos flesh me hije, por. Duhet shumë punë, sepse duhet të jesh paralelisht dhe me ligjin. Ku mos të kapi ligji në asnjë formë, në asnjë mënyrë. Pra çdo gjë ta bësh konform ligjit. Çdo fjalë që thua duhet kesh kujdes në stand-up, kur ballafaqohesh me kundërshtarin, le të themi, duhet të jesh shumë i saktë për çdo fjalë, për çdo pyetje. Patjetër që duhet ta provokosh derisa ai të nxjerrë ato që ti do. Ajo që duhet, jo ajo që duam personalisht, po ajo që duhet. Dhe në këtë rast është ai që ka frikë jo andin, po ka frikë kamerën dhe emisionin. Të paktën deri tani u bë gati një vit ky emision dhe zot shqyr prap më shikon sy. Zot shqyr deri tani nuk janë shitur ende. Edhe nuk besoj se do shiten, për aq kohë sa më kanë thënë që nuk shiten, sepse kemi transmetuar gjëra që nuk kanë transmetuar emisionet të tjera investigative. I kemi transmetuar ne. Po mirë, shiko. Ti kryen një investigim. Po. Duhet të jesh shumë i përpikt. Domethënë ti ruhesh mos të vi kolpo nga ligji, edhe jo nga ai që investigon. Domethënë nga të gjithë. Vjen nga shteti të kapin, Po, patjetër. Për të godit. Po patjetër, tani ai personi përderisa e ka shkel ligjin me dy këmbë, i kanë dhënë leje. E ka i shokat e sim. Po. I kanë dhënë leje. Dhe nëse ti i plotson të gjitha hallkat, të gjitha etapat, nuk ka se ku të ka. Edhe ligjin nuk ka se çfarë punë. Ai nuk mund ta shpiki ligjin vetëm për këtë rast dhe ta zhbëj prap ligjin. Jo, sepse bien ndesh, dallohet, bëhet. Që kështu pas ke nerva ekri o plak. Nerva derë. Pa qka se mund derë nuk e haj alkoholin se pi. Shiko, mund pëlqen të emisionin ndjek zakonisht këto investigative, ndjek në darket, më shumë për të pa hallet e njerëzve, por se janë shumë interesant. Edhe bukur është që zillen hallet për 24 orë kur të vini juve. Tregohet i gjithë sistemi ordiner që ne kemi. Të majnë 4-5 vjetë dhe zgjidhin për 24 orë, për 2 orë, për 3 orë problemi. I ndjek shpesh edhe këto emisionet realisht ne na duhen, se funja fare ju nuk e se i zgjidhni të gjithë probleme gjithë Shqipërisë. Po të paktën aq sa zgjidhen është mirë, se sa pa hiç fare. Tamam. Sa pa hiç. Mund bëhet qefi shumë për zotin, po. Ta them prap nerva ekri ke plak. Duhet se kjo punë të njerëz specifik, nuk mund ta bëj dot kushdo. Jo, normal. Unë nuk e dija se do pozicionohesha tek pjesa investigative, më tepër kam qenë tek pjesa e gazetarisë humoristike, pra tek Vox Popet që të ngacmoja intervistuesit e rastësishëm, qytetarët, dhe të nxirrja perla siç kam pas nxjerr tek Joqëja, tek Xhadat, dhe por ja që nuk më rrihet dhe atëherë, këta shpjegoj. Më pëlqen gjithmonë që t'jem i drejtë. Më gritës padrejtësia. Na gritës zgjidhje. Po, varet se kush e ngre zërin. Dhe shumë veta kur më takojnë, që unë nuk i njoh, më thonë të ndjek nga Facebooku, nga Instagrami, dhe më pëlqen puna e madhe që ti bën individuale. Pastaj puna tek Takfaku apo dhe në për televizione tjera apo programe tjera, përgëzimet i kam marrë në komente. Përderisa ai vjen tek mua dhe thotë shiko se kam një hall, do thotë që ai e ka vlerësuar punën time deri tani. Ka besim. Po. Kjo është e rëndësishme. Dhe po, është shumë e rëndësishme. Dhe kjo më bën që unë të punoj më fort. Por që unë du t'i bi të padrejtëve, po do t'i që duke rënë të padrejtëve njëkohësisht i kërën dhe sistemit. Nuk do jam unë që do e rregulloj sistemin më parë. Ja, thjesht e gërvistësh. Pak. Po gërviste nga pak, vjen një moment që bëhet i grop.
Aq është mundësia, më shumë zbotët. Aq është mundësia, aq na lejnë sepse ndryshe pastaj vjen qeveriu edhe ka hanë të gjallë. Si ariu. Ashtu. Se kështu e qeveriu kështu e ka. Më thënë flen ato 8-9 muaj, po kur çohet prajsa çohet pastaj. Po. I jep Ti u rritur, çohet çat. me skavator çohet. E gallat. Atëherë të bëj një ndarje. Pse nuk unë vazhdova pjesën e aktrimit ose të humorit dhe sot jam gazetar. Burrash, të thënë të vërtetën e hidhur është se aktorët sot këtu tek ne nuk kanë shumë terene. Nuk kemi një si dikur kinostudia. Nuk kemi një fabrik filmi që prodhon vetëm filma, jo. Teren, po ka gazetaria. Tani sa vjen edhe ka dhe më shumë sepse shumë kanë hikur. Nuk po them që ka nga ato që kanë hequr dorë, kanë dhe nga ato që kanë emigruar jashtë. Ka hapësirë. Po ka lajm më burr. Ka lajm çdo ditë. Po pati burim pune, po pati Këtu lajm është çdo gjë. Ndërsa në Angli, të paktën me që më thot një shoku im me disi ai jeton në një lagjo getoja. Aty çdo ditë 2 deri në 3 nga këto getot vritën. Vjen ambulanca, pa viu, fare, qetësia të kur kaloi thot, s'na ke pa, s'na ke pa, nuk kemi neve. Marrin pak e to dhe ecë. 2 më pak. Edhe i them, pse ndodh kjo? Jo, qytetari nuk duhet të mërzitet dhe të lodhet nga këto lajme që nesër kur të shkoj në punë, të shkoj qetë. Po. Ndërsa këtu, vodhe ky, u vodh kjo, u fut me forcë. Që edhe në punë këto muhabete bëhen, vetë se bëjmë muhabet pune. Pra, e kupto sa mrapa ose onash jemi në